Pa fjalime, pa media, pa lule, afër varit të gruas time, testamenti Recep Qoses. Akademiku i njohur Recep Qosja ka lënë një testament të shkruar në vitin 2016, ku shpreh qartë dëshirën për mënyrën se si kërkon të përcillet në banesën e fundit. Ai kërkon që varimi të bëhet pa ritual fetar, pa praninë e mediave dhe pa ceremoni zyrtare, duke theksuar se dëshiron një lamtumir të thjeshtë vetëm me familjarët e ngushtë. Pa fjalime, pa media, pa lule, afër varit të gruas time shpresës, shkruan Qosja duke lënë si përgjegjës për kujdesin e varimit të nipin e tij, Valjetin. Në testament, Qosja shprehet se ka jetuar duke besuar në mendimin shkencor, lirinë dhe përparimin shoqëror, ndërsa thekson se jetën dhe veprimtarinë e tij ja ka kushtuar çështjes shqiptare dhe idealeve demokratike. Ai shton gjithashtu se ka jetuar në mënyrë kritike ndaj pushteteve dhe se varimin e sheh si një akt privat dhe të thjeshtë, në përputhje me mënyrën e tij të jetesës.